3 tetori është një ditë me rëndësi historike për Gjermaninë pasi shënon 24 vjetorin e ribashkimit të dy Gjermanive në një të vetme. Në kuadër të kësaj ngjarje historike, ish ambasadori OSBE-s në Tiranë Eugen Wolfart tashmë ambasadori i Gjermanisë në Kuvajt ka zhvilluar një pritje në ambasadën gjermane atje. Të pranishëm kanë qenë personalitetet të larta të shtetit të Kuvajtit, ambasador të akredituar atje, ndërsa i ftuar në këtë eveniment ka qenë edhe konsulli i Shteteve të Bashkuara të Meksikës në Tiranë, zoti Ylli Ndroqi, i shoqëruar dhe nga bashkëshortja e tij. Zoti Ndroqi ndodhet prej 2 ditësh në një vizitë zyrtare në Kuvajt. Ndërkaq në lidhje telefonike për radio televizionin Ora News, ambasadori Wolfart tha se 3 tetori është një datë shumë e rëndësishme jo vetëm për Gjermaninë, por edhe për të gjithë partnerët e saj. Kjo ditë është shumë domethënëse për Gjermaninë. Data 3 tetor është dita kur ne festojmë bashkimin e dy Gjermanive dhe një datë e rëndësishme për të gjithë qytetarët e botës, e mbi të gjitha për qytetarët e Kuvajtit, si një vend partner, por edhe për qytetarët shqiptar dhe Shqipërinë, prej së cilës kam shumë kujtime të bukura. 24 vite më parë u shënua një ndër ngjarjet me kuptim plot për njerëzimin, rënja e murit Berlinit. Kjo ngjarje e fiksuar thellë në kujtesën e atyre që e prekën nga afër, por indirekt dhe nga brezat e mëvonshëm, të cilat ndoshta ende vazhdojnë të ndjejnë gjurmët e saj, mund të mos ketë qenë fundi i luftës së ftohtë, por ishte padyshim fillimi i këtij fundi.